Prokuroria e posaçme ka bërë publik sot pretendimin e saj për dënimet në dosjen 5D, e cila përfshin disa ish-drejtorë të Bashkisë së Tiranës dhe shtetas të tjerë të akuzuar për organizimin e garave fiktive me tendera publik. Më konkretisht, për Edi Mollën, ish-drejtori i Usillës Kanalizimeve Tiranë, pa kërkoi 11 vite burg dhe 5 vite ndalimi të ushtrimit të funksionit publik. Ish-drejtori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Mariglen Qato, u përball me kërkesën për 9 vite burg dhe 5 vite burg ndalim të ushtrimit të funksioneve. Ndërkohë që ish-drejtori i punëve publike Taulan Tusha u përfshihej në kërkesën për 4 vite burg. Për 4 të akuzuarit të tjerë, prokuroria kërkoi në total 15 vite burg. Pretencat përfshin gjithashtu masat e konfiskimit. SPA ka kërkuar sekuestrimin e kompanisë 5D, si dhe një truall dhe pasuri të tjera të lidhura me të akuzuarit ose personave të afërt me ta. Dosja 5D është një nga çështjet më të rëndësishme të hetimit të korrupsionit në Bashkinë e Tiranës, duke nxjerrë në pa përdorimin e funksioneve publike për përfitime personale përmes manipulimeve të tenderave. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të japë edhe masat konkrete për dënimet e të akuzuarve dhe konfiskimin e pasurive të përfshira.